أليف باتاتا جيبها خدل ذا روزا سين شين صوم نور دعظة أين خيفة قف كفنا ميم نون هواوية أليف باتاتا جيبها خدل. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se po takohemi të nderuar shikues për të vazhduar me shkronjën e radhës. Ashtu siç kemi parë edhe në emisionet e tjera se në gjuhën arabe paska ka dy shkronja të përafërta, por se dallojnë me cilësi në të shqiptuar, domethënë. Kanë cilësi të veçanta. Herën e kaluar kemi pasur se paska në gjuhën arabe dy shkronja të. Ashtu qysh paska dy shkronja k. Ashtu qysh paska edhe tri shkronja h, por po dallekan në të shqiptuar. Sot do të shohim një shkronjë që në gjuhën shqipe është e përafërt me shkronjën dh. Shkronjën në dh e kemi mësuar të lehtë të gjuhës arabe, ndërsa sot do ta mësojmë shkronjën dh të gjuhës arabe, e cila është e rëndë. Dëgjoni, shkronja dh, kur ka formën e saj të vetme, në të shkruar, është identike me shkronjën t. Me shkronjën t të rëndë. Çfarë kemi thënë? Shkronja t ka këtë formë dhe kemi thënë është shkronjë e rëndë, apo? Edhe shkronja dh është shkronjë e rëndë. Dhe në të shqiptuar, shqiptohet kësaj dh. Dh, jo dh, por dh. Shohim, është identike me shkronjën t, por ka një pikë sipër, e cila e bën të dallohet prej saj. Shkronja dh e fillimit është identike me shkronjën t të fillimit, por ka një pikë sipër. Edhe ajo e mesit është e ngjashme me shkronjën t të mesit, por ka një pikë sipër. Gjithashtu, edhe shkronja dh e fundit është e ngjashme me shkronjën t të fundit, por nga ajo e bën të dallohet një pikë sipër. Kemi të qartë deri këtu? Shkronja dh, tham, është shkronjë e rëndë. Shohim se si na vije ajo e vokalizuar me fetha, me kasra dhe me dhamme. Kur ajo vije vokalizuar me fetha, në të gjitha format e saj, atë do ta lexojmë dha. 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 Provani? Dha. Dha. Jo dha. Pa dha. Dha. Ashtu. Dha. Vazhdim shohim shkronjën dh si na vije e vokalizuar me kesra. Qa kemi përmen, pa marë parasysh se në cilën pozita e ndodhet, qoftë vetme, qoftë e fillimit, qoftë e mesit, por qoftë e fundit, kur vije me kesra, atë do ta lexojmë shkurt dhe. Ndërsa, në vazhdim do shohim shkronjën dh kur na vije me dhamme. Atë duhet ta lexojmë dhu. Shohim dha, dhi, dhu. Dha, dhi, dhu. Jo dho, dha, a, dha, dhi, dhu. Kemi të qartë deri këtu? Do ta lexojmë gjatë apo do ta lexojmë shkurt? Vazhdim shohim shkronjën dh si na vjen me tenvinin n.
A mundet me qenë forma e saj e vetme? Mundet me qenë. A mundet me qenë forma e saj e fillimit me tenvinin en? Po. Por prapa saj duhet të vije edhe një elif tjetër, po. A mundet me ardhë forma e saj e mesit me tenvinin en? Po, pa tjetër, por na vjen edhe elifi pas saj. Dhe a mundet me ardhë forma e saj e fundit? Logjika se përjashton, por rregulla thot këto dyja me qenë zakonshëm. Si do ta lexojmë këtë? Do ta lexojmë dhan. Shkurt, dhan. 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 Do ta lexojmë shkurt dhan. Këto nuk janë dy elifa, mos harroni. Ashtu si kemi përmend të shkronja P, kjo pjesa e parë, kjo viza e parë, është pjesë përbërëse e shkronjes V. Nuk janë dy elifa. Shofim tutje shkronjën V me tenvinin in. Mundet me qenë e vetme? Mundet me qenë e vetme. A mundet ajo të na vije e fillimit me tenvinin in? Jo, nuk mundet me ardhë për arsye se tenvini nuk vjen në fillim të fjalës. As në mes të fjalës. Gjithashtu, ajo nuk mundet me ardhë në mes të fjalës për arsye se tenvini in vjen në fund gjithmonë. A mundet me ardhë në formën e saj të fundit tenvini in? Po mundet me ardhë në formën e saj të tenvinit in. Vazhdojmë tutje. Shkronja V me tenvinin un. A mundet me ardhë e vetme? Po. A mundet me ardhë e fillimit me tenvinin un? Nuk mundet me ardhë me tenvinin un, as e fillimit, as e mesit, për shkak se tenvini vije në fund të fjalës, por ai mund të vije edhe i vetëm. Kjo lexohej dhan, kjo lexohej dhin, kjo lexohej dhun. Detyrimisht shkurt. Edhe kjo detyrimisht duhet të lexohen shkurt. Dha, dhuj, dhu, shkurt. Dhan, dhin, dhun, duhet të lexohet shkurt. Shkronja V, kur ka dhamme, dhe pas saj na vije vavi, pa kur farshenje e cila e bën të lexohet, atëherë përfitojmë vokalin e gjatë U në shkronjën V. Dhe këtë do ta lexojmë dhu, dhu. Provoni? Dhu. Ha. Dhu, jo dhu, se dhe ishte një shkronjë fillim. Ndërsa kjo është dhu e rëndë. Bukur shumë. Shkronja V. Kur ka vokalin kesra, kur ka I poshtë, dhe pasaj na vije shkronja J, pa kur farë shenje, e cila bën që të lexohet ajo, atëherë përfitojmë vokalin e gjatë I në shkronjën në V. Dhe këtë do ta lexojmë dhi, dhi, dhi. E kuptoni? Kjo ishte dhu, kjo dhi. Dhe tash e shohim shkronja V kur ka fetha dhe pasaj na vije elifi pa kur farshenje, atëherë i bashkojmë dhe na formohet vokali gjatë A në shkronjën V, të cilën do ta lexojmë vo, do ta lexojmë vo, do ta lexojmë vo. Këtu ishte shkurt va, shkurt va, a, va, gjatë, do ta lexojmë vo, shumë bukur. Dhan, va, dha, dhan, vo. Tash prej a, po shndrohet në o. E kemi qartë? Po. Këto janë vokalet e gjata, cilat duhet t'i zgjasim sa 2 takte. 2 takte, bukur shumë. Shkronja V, kur ka sukun. Pika që është pjesë përbërëse shkronjës V dhe pika tjetër që është sukun. Lexohet elv, elv,
edh, ose edh, ose odh, ose të ngjashme me të. Kur shkronja dh, ka të shtid, nuk mund të më në ardhë as të shtidi e as sukuni e as të nëvini në fillim të fjales. Atëherë detyrimisht duhet të ketë diçka përpara dhe e realizojmë po të ishte kështu. E realizojmë kësisoj e leximin. Edha, ha? Edha, veç dëgjoni. Edha. Edha. Shiqeni një formë gabim të lexuarit të shkronjës dha kur ka të shtid. Edha, dha. Kuptot gabim. Pse gabim? Për shkak se gjatë realizimit të shtidit nuk u zon të ketë ndërprerje. Dhe me atë rast u bën ndërprerje. Dëgjoni gabimin tjetër që mund të më qenë edha. E dëgjoni formën e sakt të lexuarit të shtidit. Në këtë rast. Edha. Edha. Kemi të qartë? Edhe vazhdojmë tutje nëse dëshirojmë ta lidhim shkronjën dh në fjalë e përdorim atë nëse është në fillim dhe e përdorim formën e saj të fillimit. Nëse dëshirojmë me vazhdu fjalën në mes, përdorim formën e saj të mesit. Dhe nëse dëshirojmë ta përfundojmë fjalën me shkronjën dh, atëherë përdorim formën e saj të fundit. Va, vë, vë. Va, dhe, vë. Keni të qartë? Ka në sen që nuk e keni kuptu? Jo. Ose diçka që keni nevojë me përsërit? Jo. Në rregull. Nëse çdo sa është e qartë, atëherë vazhdojmë edhe lexojmë. Urna marr të lutem. Dha, zi, dhu. Bukur. Zi, dha, dhu. Ashtu. Dhu, dha, zi. Bukur. Edh, Bukur. edh. Masha Allah. Bukur shumë. Minire. Udh, Bukur. dhu, dhi, dho, dhan. Masha Allah. Bukur shumë. Enis. Dhen, dhan. Dhëf, rën. Bukur. Dho, ha, ra. Bukur shumë. Dha, la, ma. Masha Allah. Nida. Var, fën. Bukur. A, dhi, mën. Masha Na, Allah. ba, ra. Dhël, mën. Va, li, lan. Masha Allah. Masha Allah. Bukur shumë. Gëzim. Ma, dhi, rin. Bukur. Ma, dhi, fun. Mu, dhillin. E, dhalle. Dhu, rin. Masha Allah. Masha Allah. Shumë bukur. Albona. Ha, fi, dha. Dha, ra, ka. Ha, fi, dhën. Ja, dhu, nun. Yadhunnu. Ja, dhun. Dhi, le, li. Bukur shumë Albona. Mund vazhdosh Enis? Hajde të lutem. Qa, li, dhen. Var, fën. Dha, fa, ra. Dha, fi, rë. E, dhe, dhën. Masha Allah. Masha Allah. Shumë bukur. Nida. Dhe, hara. Va, wahir. Dhe, rijan. Ja, dhënë. A, dhabën. Masha Allah. Shumë bukur. Çdo sa është e qartë në lidhje me shkronjën dh? Po. Shumë bukur. Shumë bukur. Të nderuar shikues, kjo ishte shkronja dh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alif bata tha jim ha ha dal dal rosa sin shin son nord da